Mes shumë pyetjeve që kanë shpërthyer pas ngjarjeve dramatike të fundjavës së kaluar në Venezuelë, njëra ka të bëjë me gruan me syze që tani udhëheq ato që zyrtarët amerikanë i quajnë autoritetet e përkohshme të Venezuelës. Por pse Delcy Rodriguez? Çfarë ka Delcy Rodriguez? Vajza e një ish guerilasi marksist dhe zëvendëse e diktatorit të rrëzuar Nicolas Maduro, që ka tërhequr vëmendjen e administratës Trump, dhe pse Washingtoni ka vendosur të mbajë në pushtet një revolucionare të shpallur chavista, term që i referohet mbështetësve ose ndjekësve të ideologjisë dhe politikave të Hugo Chavez, ish presidenti të Venezuelës, në vend që të mbështeste lideren e opozitës Maria Corina Machado, lëvizja e së cilës besohet gjerësisht se fitoi zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, sipas ish ambasadorit amerikan në Venezuelë, Charles Shapiro, përgjigjja është e thjeshtë. Kanë zgjedhur stabilitetin mbi demokracinë, kanë mbajtur regjimin diktatorial pa diktatorin, njerëzit e tij janë ende aty. Mendoj se është jashtëzakonisht e rrezikshme. Alternativa, ndryshimi i plotë i regjimit dhe mbështetja e Machados, do cilëte rreziqe të tjera përfshirë përçarje mes figurave të opozitës dhe largimin e rreth 30% të venezuelianëve që votuan për Maduron. Në një konferencë shtypi të shtunën, presidenti Trump e fasoi shumë vëzhgues, duke i quajtur Machadon të papërfillur brenda Venezuelës, ndërsa Rodriguezin e përshkroi si fisnike. Ish diplomatë amerikanë kritikuan këtë vendim, duke thënë se në fakt u mohuai gjithë lëvizja opozitare. Shpejtësia dhe lehtësia me cilën Maduro u rrëzua dhe Rodriguez u vendos në pushtet, ngriti dyshime se ajo mund të ketë qenë pjesë e planit. Por analistë si Phil Ganson nga International Crisis Group theksojnë se pushteti real mbetet tek ministri i mbrojtjes Vladimir Padrinho Lopez dhe ministri i brendshëm Diosdado Cabello, të dy besnik të Maduros. Vendimi për të mbështetur Rodriguez erdhi pas paralajmërimeve se Machado mund të sillte destabilitet të rrezikshëm. Raportet të ICG's dhe një vlerësim i klasifikuar i inteligjencës amerikane paralajmëruan për mundësinë e dhunës dhe luftimeve guerile nga elementë të forcave të sigurisë. Administrata Trump e sheh Rodriguezin si një figurë me cilën mund të negociojë. Ajo ka treguar prirje për reforma ekonomike, hapje ndaj kapitalit të huaj dhe bashkëpunim në çështje si nafta dhe lufta kundër narkotikëve, shkruan BBC. Megjithatë, një tranzicion i vërtet demokratik duket se nuk është prioriteti menjëhershëm për Washingtonin. Sekretari i Shtetit Marco Rubio paraqiti një plan me 3 faza: stabilizimi i vendit dhe menaxhimi i naftës në mbikëqyrje amerikane, proces pajtimi me amnisti dhe lirimin e të burgosurve politik dhe në fund një tranzicion. Por Trump tha se zgjedhjet nuk janë në horizont. Duhet ta rregullojmë vendin më parë, nuk mund të ketë zgjedhje. Analistët paralajmërojnë se pa sundim ligji dhe legjitimitet, investimet e mëdha të huaja nuk do të vinë. Ish ambasadori Shapiro e krahasoi ngritjen e Rodriguezit me dedazo e Hugo Chavez kur emëroi Maduron si pasardhësin e tij. Ky është dedazo i Trump, tha ai. Dedazo është një fjalë spanjolle që përdoret kur një lider zgjedh pasardhësin e tij pa ndjekur procesin normal demokratik.